në Bashkimin Evropian, i Malit të Zi nuk mund të rrezikojë jetën e tij politike. Dhe besoj që këtë duhet e ketë sqaruar dhe me autoritetet serbe, prandaj është i detyruar të mbajë këtë. Por keni parasysh një element tjetër. Zoti Mandić është kryetari i kuvendit në Malin e Zi, por ndërkohë është dhe pjesë e kuvendit të madh të botës serbe. Dhe nuk është se i ka humbur lidhjet, po ashtu siç e thatë ju me të drejtë, po luan realisht me të ardhmen e tij, duhet të ardhmja e tij dhe me çfarë shikohet Mali i Zi patjetër do jetë në integrime. Por tani pesha i ka ngelur kishës serbe. Kisha serbe pothuajse në 700 e ca kisha, mos gaboj janë afër gati 800 kisha. Është absurd ky Esmeralda ku mendon territorin e tyre që është i mbathur me kaq, po megjithatë kisha të paktën është një vend respekti. Gati më shumë se 78% janë në autoritetin e kishës autoqefale serbe. Dhe vetëm për manastirin e Ostrogorskit që bëhet luftë shumë e madhe, por gjithsesi Mali i Zi po mundohet që të marrë frym nëpërmjet atyre pak objekteve që ka dhe ka zgjedhur shumë mirë për të formuar identitetin e vet brenda kishës së tyre që për hir të vërtetës po lufton shumë me peshën e kishës serbe. Prandaj dhe zoti Mandić ja ka lënë peshën botës shpirtërore, e cila nuk njeh kufi civil dhe kufit administrativ të Bashkimit Evropian për të ardhmen, që besoj në një logjikë edhe ata e kuptojnë që nuk është e largët dita edhe Serbia do jetë në Bashkimin Evropian. Por ndikimi serb në Malin e Zi, ashtu si në Kosovë, Esmeralda nuk do ndaloj asnjëherë. Qëllimi i tyre është Kosova në Serbi dhe Mali i Zi i shkrirë me Serbinë. E kuptoj, por duket se kthetrat e tyre tani po ngulen Maqedoni të Veriut, ndoshta edhe për shkak të këtyre zhvillimeve në Mal të Zi, por edhe një vëmendje ndërkombëtare me KFOR-in që është në Kosovë, pra që janë pak më të kufizuar në fushveprimin e tyre. Keni të drejtë për këtë, por forca e tyre në Maqedoninë e Veriut është e kufizuar nga shumë elementë. E para që Maqedonia e Veriut, keni parasysh diçka, i duhet të mbajë ekuilibrat me Bullgarinë. Dhe Bullgaria është vendi i cili i ka treguar dhëmbët gjithmonë Serbisë, që do të thotë çdo ndërfutje e tepruar dhe Serbia ne dim sa të jetë vëmëro DPM-ja do futet dhe madje bën atë karshillëkur në kohën e protestave me atë qytetin dhe me Kumanova. Do jenë shumë të vogla për të ndryshuar ekuilibra, por e vërtetë është ajo që thoni ju, që ndikimi i tyre është rritur në Maqedoninë e Veriut. Megjithatë, po ta shikoni me kujdes, VMRO DPM-ja ka një lloj identiteti për sa i përket pjesës së vet, sepse ta e dinë që ombrella serbe nuk është në një ombrellë e madhe. Prandaj po ta shikoni me kujdes, Maqedonia e Veriut vërtet ka probleme të mëdha me Greqinë, po mundohet të mbajë një kanal të hapur me ta, ashtu siç mundohet të mbajë me Shqipërinë, dhe pa çka atyre problemeve shumë të mëdha që kemi ne, është e çuditshme që në kohën e VMRO DPM-s ka kanale komunikimi të autoriteteve shqiptare me autoritetet e tyre. Prandaj po them që roli i Serbisë është më i sikletshëm në Malin e Zi dhe në Republikën Srpska patjetër, tani që ata nuk kanë dhe guvernator, dhe kuptohet në Kosovë që besoj dhe ju jeni me mua që nuk është e largët dita që ata do të tentojnë edhe Banjska të tjera, sesa realisht në vende ku të duhet të shpenzosh energji të mëdha. Maqedonia e Veriut përpos kësaj është fuqi e NATO-s, në krah ka fuqi të NATO-s, se ka Shqipërinë, ka Bullgarinë, që megjithëse kanë ashtu, po është vend i NATO-s dhe Rumaninë. Dhe në këtë sens Serbia gjendet përballë situatave as pak të përqyeshme për të. Mendoj që në kohët në vazhdim, besoj që do bëj lëshime, do filloj të bëj lëshime për interesat e saj. Sepse unë lexova pak më parë një lajm, në fakt ishte i Radio Europa e Lirë, për ndalimin e disa prodhimeve kineze në Serbi, me argumentin se janë shfrytzuar punonjësit.
dje ka përfunduar shitja e nis ndërmarrjes së naftës së Serbisë, e cila tashmë ikën nga pronësia ruse, shkon në pronësi hungareze. Ka një presion të shtuar amerikan edhe përmes NATO-s, ne kemi parë edhe generalin e NATO-s që shkoi në Serbi, dhe një dashuri të shpërfaqur së fundmit ose të risjell në vëmendje të Aleksandar Vučić ndaj Donald Trump. Por në Kosovë kemi edhe një presion për sa i përket gazit amerikan. Pra mendon se është çështje thjesht punonjësish të drejtave të punonjësve, apo është një presion amerikan që po i vjen Serbisë për ta izoluar nga ndikimi ruso-kinez? Unë besoj që gjithmonë duhet të drejtohemi historisë. Ju e dini që Serbia mban trashëgiminë e ish-Jugosllavisë. Dhe ish-Jugosllavia ka pas marrëdhënie të jashtëzakonshme me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Edhe sot, autoritetet serbe e kanë thellë brenda tyre atë përkatësinë dhe dëshirën të reintegrohen autoritetet në autoritetet amerikane. Kur e them këtë, e them për shembull këtë pjesën e integrimit që të kenë mundësi të çojnë ushtarakët e tyre në West Point. Ju e dini, West Point është Harvardi ushtrisë, dhe më përpara Serbia, shefin e shtabit të saj para luftës e ka pas njëri të West Point. Milošević vetë ju e dini që ka qenë njëri që vinte nga bota amerikane, pa çka se bota pastaj dhe interesat e quan. Po në vërejtjen që keni bërë ju me shumë kujdes, po ju them një element. Është e mundshme që në ditët në vazhdim forcat amerikane të zbresin nga Kosova. Do me thënë ata e kam 500 trupa tani dhe mund të zvoglojnë ndoshta përkatësinë edhe në bomb stil. Dhe kjo i duhet tashme që këtë